Shumica e din që uthulla e mollës ka efekt pozitiv në flok. Aplikimi i saj është armë e besueshme në luftë kundër artritit dhe dhëmbive të nyjeve. Mirë po më pak e njohur që është aleat i shkëlqyeshëm në kurimin e fytyrës. Nëse ju mendoni problemen me lëkurën, si për shembull sukrepi, inflamacioni, akne dhe porët e ziruara, uthulla e mollës është zgjidhje ideale. Uthulla e mollës mund të përmirësojë vlerën e pH-it të lëkurës tuaj, duke parandaluar paraqitjen e puçrave dhe mbylljen e porëve, duke bërë që lëkura juaj as të mos të thahet e as të ketë tepër yndyrë. Uthulla e mollës do të përmirësojë ngjyrën dhe gjendjen e lëkurës, mund të nxjisë qarkullimin e gjakut në kapilarët e vegjël, që janë përgjegjës për rrjedhjen e materieve ushqyese në lëkurë. Do të menajnojë bakteret e dëmshme dhe qelizat e vdekura të lëkurës. Përmbajtja e sulfurit do të reduktojë dukshmërinë e rrudhave dhe njollave të plakjes. Gjithashtu do të ndihmojë në menjanimin e shtresave dhjamore në sipërfaqen e lëkurës dhe ta reduktojë dukshëm qërimin e saj. Por si ta përdorim uthullën e mollës? Përzieni 1/3 në uthullës së mollës me 2/3 ujë dhe tundeni mirë. Vendosni në fytyrë e më pas me një copë pambuku. E pasi të thahet lëkura, vendosni kremin tuaj hidratues.